Zoqja? Zaci Sloma. Se çka i mllëfusën to? Nuk jam i mllëfusën, po ai është një... I ka fyë ai, pi fyën që lërën dorët. E poshtë kur e fyti edhe Ramushin. Kam dëgjuar në emisionet tjera që para servisa e ka lyp, para prokurorisë atje speciale ka lyp me denumashimin atë atje ka 4 gjatë bërë. Edhe kom po që ai gjatë çka mund të jetë vetë shqiptarës është. Asnjëri botës nuk është ai. Jo që është shqiptar, po asnjëri botës nuk është. Se këto fjalë bëu për to? Pa kuza ma thënë unë se ta fysh dhe të rranjsh para këti populli, ai është një gënjeshtar, shqip i tham rancë shumë i madh. Vazhdojmë tash na. Altin? Po pajtohesh me këtu? Nuk përzim në bisedë që ka të bëjë me Zaç Islamin, sepse dhe është avokat Tiranë dhe për arsye të etikës profesionale përzim. Po me çfarë dëgjoj, kuptoj që do të thënë broçkull kur e ka ftuar. Ai vdëm zonte, nëse e ka regjia e kemi edhe lidhje direkte nëse do, se ai s'ka mujt me çem prezant, por e thirrme me Skype. Unë e kam ditë se vjen. Po. E ditë që e ke ditë po. Me neve sonte në lidhje direkte është edhe avokati i njohur nga Shqipëria Zoçi Islami. Zoçi, faleminderit shumë që pranove intervistën. Faleminderit për ftesën. E kemi këtu ish ushtarin e ushtrisë ligjore të Kosovës, Shaban Syla, i cili është një i ofenduar për atyre deklarata tua që i keni thonë lidhe me Ramush Haradinaj, por edhe me Ali Ahmetin. Kam thënë kështu, nuk e di se çfarë kam dëgjuar, nuk e di çfarë u shtën, nuk e di si u shtën. Unë kam thënë këto që do them tani dhe nuk u heq presje. Zotëri, në Gazibat të Shkupit u helmuan 5 luftarë të UÇK-s dhe u ekzekutuan. I morën si mikpritës të familje dhe i vranë. Komandanti i UÇK-s në atë kohë ka qenë Ali Ahmeti, ka përgjegjësi direkte, kush i të gjej, kush i vrau, çfarë ndodhi, si ndodhi që u vra komandanti me 4 të tjerë. Këto kam thënë dhe këtyre nuk u heq asnjë presje. Ke thonë pak më ndryshe. Jo, s'kam thënë më ndryshe, ka përgjegjësi kam thënë. Ke thonë një shoqja e Telit ka thonë kështu. Cila gjendet në Tiranë, so në të kom dëgjuar, kom përcjellë me qiunin. Atë në bisedë, ndoshta mund ta kem artikuluar ndryshe, po them mbi ky. Komandanti i UÇK-s për Maqedoninë në 2001 që u tradhtuan ata, ka përgjegjësi të gjej kush e vrau komandant Teli, edhe 4 të tjerë. Jo me profesionin e avokat, po jurist. Po, patjetër. Te din nuk e di ç'është kodi i etikës të avokaturës në Shqipëri për gënjeshtër ose për shpifje? Nuk kam shpjeguar dhe nuk kam gënjur, është një fakt. Janë vrarë 5 djem, janë elmuar në shtëpi dhe nuk ka dalë për. A i ke po ti apo ke ndëgju? Apo a ke qenë luftë atje? Jo, s'kam qenë në luftë. Di që janë vrarë ata në Gazibat të Shkupit. O qysh e din? Shpjegohe. Urdhë? Qysh e din? Këtë që kam dëgjuar, këtë që thash. Ke ndëgju? Po. Të nanë Kosovë thujnë kështu. Prit. Thash, ke ndëgju. Nga gazeta, nga televizioni, të nanë Kosovë thujnë. Nëse nuk di me rajt, shko të regosh a keni. Të nanë Kosovë thujnë, prit. Lutem, a je për dialog? Nuk të lëtë shkosh për tutje. Më akuzot mua se po bje unë. Ja, nuk thash ti. Po të nanë Kosovë thujnë, nëse nuk e ke po me sytë e tu. Prit. Unë di këtë zotëri, janë vrarë 5 luftëtarë, atje janë helmuar në familje që i mikpriti. Atje janë vrarë shumë luftëtorë në luftë. Po nëse ti nuk e ke po me sytë e tu, edhe me veshët e tu, edhe nuk e ke prek me dorën tënde, ti edhe në gjyqje din që duhet këto më kanë thonë, janë rana. Edhe në gjyqë, i dëshmitorë. Shkupat atë 5. Po mirë, o ti zotni, a i ke po me sytë e tu, a i ke prek me dorën tënde.
Qysh lere, qysh me lon. Po, Ti ke bo akuza shumë të rona çdo emision për ushtrinë qëllimtore. absolutisht jo. Po ti ke thonë edhe në emisionet në Shqipëri, Po them prap, janë vrarë 5 veta, kush i vrau? po unë nuk e di kush e ka vrarë, po ti a e din. Zaqe ky pa Nëse nuk e din, nëse ke qenë luftëtari, ushtrinë qytetare të Kosovës, në atë kohë, ose të ushtrinë qytetare kombëtare që kjo që janë në atë kohë, gjeni kush i vrau janë shokët tuaj. Unë mi gjithë. Po, Zaqe ata në shtajnë gjithën, po ti nuk e din. keni Basi Shaban, Ja, ka thonë ryshe, po tash po dhe ryshe. po edhe për Hashim Thoqin, po. Po për Hashim Thoqin ka thonë me një studio, ka thonë 14 vjetë burg, para prokurorisë speciale. Për para se me thonë prokurori i gjykatës speciale, ky zotërio ka thonë 14 vjetë burg të me Allah atyre. Ka thonë, Dëgjom, me që ma përmëndet dhe Hashim Thaqin. Me që përmëndet Hashim Thaqin, ju mund t'jeni luftëtar, mund t'jeni antar partie,